E shikues të dashur, minutat në vazhdim e do të fokusohemi më tepër tek fëmijët, vonesat në të folur dhe gjuhën, po ashtu me Alba Aliun Hajredini që është defektologe. Ne fillimisht do të kuptojmë se çka është një defektologe dhe defektologjia, kur duhet të shqetësohemi ne si prindër, cilat sa është e rëndësishme ndërhyrja në kohë po ashtu, dhe simptomat nëse një fëmijë po zhvillohet me kohë apo ka vonesa në të folur dhe zhvillim të ngecur. Ne gjitha këto detaje do t'i diskutojmë bashkë me defektologën që e kemi në studio. Mirë mëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirë mëngjesi, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që të kemi këto. Fillimisht na tregoj çka është defektologjia dhe cili është roli juaj në këtë mes. Atëherë, defektologjia është një disiplinë shkencore e cila merret me vlerësimin, trajtimin dhe rehabilitimin e problematikave të ndryshme, siç janë problemet e gjuhës dhe komunikimit, çrregullimet neurologjike, autizmi, çrregullimet motorike, çrregullimet senzorike, si dhe merret me persona të cilët kanë dëgjim dhe shikim të dëmtuar. Defektologjia si shkencë merret me mirëqenien e përgjithshme të fëmijës, duke mos u fokusuar tek problemet, por duke u fokusuar te potenciali i tyre, në mënyrë që fëmijët të arrijnë potencialin e tyre maksimal në çdo fushë dhe të jetojnë një jetë sa më të mirë dhe sa më të shëndetshme. Për shembull, ku mundet cila është një pikë dallimi që ju dallon juve dhe logopedëve? Se pak a shumë është e njëjta, po tash është edhe defektologu dhe defektologjia. Cilët fëmijë për shembull duhet t'i drejtojmë te defektologu? Defektologu është, unë atëherë jam defektologe e përgjithshme. Defektologu merret edhe me zhvillimet të folurit, me çrregullime gjuhësore për shembull, sa i përket çrregullimeve të artikulimit, unë jam e vetmja në Kosovë e cila jam e certifikuar me sondet logopedike dhe sondet masazhuese të cilat përdoren për stimulim të muskulaturës së fytyrës dhe aparatit të folurit. Defektologu do të thotë përveç të folurit merret edhe me zhvillimin e fushave të tjera. Edhe nëse një fëmijë vjen tek ne vetëm për çrregullimet e artikulimit, ne mundohemi që t'i detektojmë mungesat e tjera të cilat i kanë dhe ta stimulojmë fëmijën edhe në ato mundesa. Në të folur. Cilat janë simptomat e para që ne mundemi me i vrejtë tek fëmijët edhe me i sjellë te defektologu? Ne si defektolog përdorim... Shenjat, se jo simptomat, nështë shenjat e para. Ashtu. Atëherë, ne si defektolog përdorim teste të standardizuara, përdorim kalendar zhvillimor në bazë të cilëve e përcjellim moshën zhvillimore të fëmijës. Nëse mosha zhvillimore e fëmijës përputhet me atë moshën kalendarike, fëmija është i zhvilluar në rregull. Por nëse sipas moshës kalendarike shohim se fëmija ka vënuar në të folur, për shembull janë standardet e caktuara, deri në moshën 12 muajsh fëmija sa duhet të flet, të thot për shembull mama, baba, ose të përdor 1 deri në 2 fjalë. Pastaj e kemi edhe standardin tjetër deri në moshën 18 muaj sa duhet të flet një fëmijë, deri në moshën 2 vite sa duhet të flet në një fëmijë. Do të thotë gjithçka shkon në bazë të kalendarit zhvillimor. Në bazë edhe të fjalëve që i thon fëmijët. Kalendari zhvillimor i përfshin, do të thotë, fjalët e caktuara në cilën moshë duhet të fliten. Unë personalisht e përdori, jam e vetmja certifikuar gjithashtu edhe për LAP. LAP është një instrument, Learning Accomplishment Profile, i cili më ka shërbyer shumë sidomos në fillimet e mia për arsye që përveç moshës kalendarike, ku tregon se të cilën moshë sa duhet të zhvillohet fëmia në të gjitha fushat, i ka pasur të përfshira edhe testet të cilat duhet të bërë, por gjithashtu edhe ushtrimet të cilat janë të nevojshme për të arritur ndonjë aftësi të cilën nuk e kanë arritur deri në atë moshë të caktuar. Për shembull, kur po i përmendni ushtrimet, për shembull, çka mundemi me bo me një fëmijë 2 apo 3 vjeçar? Munden me qenë pak më të vegjël, madje shpesh ne kemi dikur, ndoshta edhe fëmijët nuk është se kanë folur kaq shpejt edhe kaq herët, prandaj i marrim edhe i bëjmë një krahasim, hajt se Doja s'ka fol ose Tezja po ashtu nuk ka fol deri në moshën 3 vjeçare. Pra kur prindërit tash po shqetësohemi ndoshta edhe më tepër me njëherë në fillim edhe po i vrim gjitha këto që i kemi, mirë që po i vrim edhe kemi informatat e dura, për kur do të ishte ndoshta ajo pjesa dhe cilat ushtrime duhet i bëjmë ne me ta në mënyrë që të stimulojmë të folurën. Unë nani jam vetë, edhe është shumë e arsyeshme që prindrit në kohë të sotme
shqetësohen më shumë, për arsye të ndryshme, por njëra nga arsyet kryesore është edhe teknologjia. Prindrit në shtëpi shpesher më pyesin se si duhet të punojnë, për arsye se tekon vinë për t'i vlerësu fëmijët edhe kur nuk kanë ndonjë shqetësim. Thjesht për ta përcjell zhvillimin apo shkon siç duhet dhe për të marrë këshilla. Por gjithashtu vinë edhe prindrit të cilët kanë ndonjë shqetësim, për shembull, më e shpeshta është vonesa në të folur. Me ata prindrit këshillat të cilat ja u jap përveç në ordinancën time, në klinikën time, gjithashtu jam aktive edhe në rrjetet sociale ku ndaj këshilla të shumta se si duhet një prind të punoj me fëmijën e tyre. Se për shembull defektologu merret me vlerësimin e fëmijëve që nga lindja. Kryesisht fokusin e kemi tek mosha e hershme për arsye që truri në vitet e para të jetës zhvillohet në shpejtësi më të madhe. Prindrit kur vinë në konsulta tek neve, unë gjithmonë i këshilloj se çka duhet të bëjnë në shtëpi, sepse normalisht se vetëm një seancë, se vetëm një orë nuk është që mjafton apo jo. As pak. Do të thotë, ne i bëjmë vlerësimet fillestare. Nëse e vrejmë se fëmia ka potencial dhe mundet prindi me të ta stimulojnë në shtëpi, të punojnë në shtëpi, atëherë normalisht që japim prindve këshilla se si të punojnë me fëmijën e tyre në shtëpi. Por nëse shohim që ka nevojë për vlerësime më të detajuara, atëherë i propozojmë, i rekomandojmë prindit që të vjenë në seanca për të parë se çka ka nevojë fëmiu. Sa është e rëndësishme që gjitha këto, që vonesa në të folur, qoftë edhe diçka tjetër, ndonjë rregullim tjetër neurologjik, të zihen me kohë edhe të intervenohet në kohë? Pikërisht për arsyen që e thash se truri zhvillohet në vitet e para të jetës, masovikisht do të thotë në shpejtësinë më të madhe, është mirë që të detektohen më herët. Për arsye që gjithmonë intervenimi i hershëm është më i rëndësishëm, sepse fëmiu arrin më shpejt. Ndërsa nëse shtyhet intervenimi, nëse shtyhet terapia, atëherë edhe shansa për të zbutur këto simptoma apo për të larguar është më e vogël. Dhe jo, unë e di që zakonisht profesionistët nuk është se premtojnë diçka, por si do qoftë i shohin ato zhvillimet edhe progresin. Sa mundet me zgjatë që me pa këtë fazë në progreset dhe në rritje? Unë gjithmonë fokusohen tek puna dhe nuk premtoj asnjëherë mrekulli, edhe pse shpeshherë mrekulli ndodhin dhe falenderimet e prindërve, suksesi i fëmijëve janë shpërblimi më i madh që mundet me marrë një profesionist. Edhe është ajo që na përmbush, na jep vullnet, na jep shtys për me punu edhe më shumë. Por do të thotë mrekulli munden me u arrit me shumë punë, jo vetëm nga profesionisti, por edhe nga prindi, edhe nga rrethi familjar, sepse kur një fëmijë vjen në trajtim, përveç prindit i cili sigurisht që është kryesori në atë rol, gjithashtu duhet ta ndihmojnë edhe njerëzit përreth, siç janë familjarët, gjyshrit, duhet të kenë shumë mirë kuptim. Jo për shembull kemi raste kur ne e këshillojmë prindit ta largojnë fëmijën nga teknologjia, nga televizori apo telefoni, por pastaj kemi ankesa se ne nuk po ja japim për gjyshrit hallat, tezet, e cila nuk është as pak në rregull. Gjithashtu edhe mësuesit luajnë rol shumë të rëndësishëm, sidomos në detektimin e problemeve, sepse ata janë të parët si në kopsht, si në shkollë, të cilët mujnë me lehtësi me vrejt ndonjë lëshim ose problem. Po, ka do të thotë edhe mosha më të rritura, për shembull 7-8 tutje, ku ndoshta nuk e shqiptojnë mirë dhe një shkruajnë një fjalë, vinë edhe për këtë? Patjetër, sidomos për tinguj ka shumë që vinë, ka shumë interesime dhe arsyeja pse vinë në moshën 7 dhe 8 vjeçare është sepse prindrit mendojnë që fëmiu do ta kap hapin dhe do t'i mësoj edhe këta tinguj që nuk i flet mirë dhe neglizhojnë faktin që duhet ta sjellin fëmijën në moshën 4 vjeçare deri në 5 vjeçare maksimum. Për arsye që fëmija në atë moshë i mëson në tingujt apo shkronjat me shumë lehtësi. Ndërsa nëse e shtym, atëherë sigurisht se ne mundohemi në maksimum, por ka me qenë më vështirë sepse fëmiu e mëson me shqiptu në atë mënyrë që e shqipton, sepse në rehabilitimin e të folurit luajnë rol shumë gjana, duke filluar nga pozicionimi i gjuhës. Që këto e bojnë pa vedi dhe nuk e dim sa e rëndësishme është, kurse ju e shikon edhe këtë pjesën e gjuhës. Patjetër. Unë gjithmonë kur vinë fëmijët në vlerësim, e kam princip me ja kontrollu edhe pozitën e nofullave, gjuhën a kanë të lidhur apo jo, thellësinë e qiellzës, gjithçka ndikon. Dhe këto i keni mjetet ato që cilat i përmendet edhe më herët në fillim?
Po. I kemi mjetet, i kemi sondet logopedike dhe sondet të cilat përdoren për masazh të motorikës orofaciale. E përmendëm edhe teknologjinë dhe nuk kemi ka me ikë, çfarë ndikime dhe do të qysh mundet me ju kriju vënesa në të folur fëmijëve? Dhe pse pikërisht se ndoshta edhe më herët kemi shiku televizor, po ndoshta edhe jo në këtë mas kaq të madhe, ju me telefon çdo herë të nduar, çfarë ndikimi ka teknologjia te fëmijët dhe tek vënesa në të folur? Unë jam gjithashtu edhe praktikuese e metodës Martemeo. Martemeo si praktik e shpjegon rëndësinë e instiktit të prindrit. Se sa është me rëndësi që prindit të veproj në bazë të instiktit, në bazë të instiktit të tij të ndërveproj me fëmijën e tij, të komunikoj dhe ajo është kyçe për zhvillimin e komunikimit te fëmia. Nuk është me rëndësi fëmia të përsërit vetëm fjalë, por është me rëndësi që të ketë një komunikim të ndërsjellë, një komunikim të mirëfillt. Teknologjia është faktori i cili e ndalon atë komunikim, për arsye se fëmijët nga teknologjia vetëm pranojnë informacione dhe nuk shkëmbejnë, nuk japin. Dhe ajo është çfarë i cënon nga zhvillimi i një komunikimi të mirëfillt. E po gjuha, për shembull, në gjuhë angleze, që shumicën e kohës janë videot, këngët, gjitha ato janë në gjuhë angleze. Do të ketë edhe kjo ndikim pastaj edhe te ta që ndoshta më tepër të flasin në një gjuhë tjetër se sa në gjuhën shqipe, flasin për fëmijët në Kosovë këto. Sigurisht që po, ne e shoh këtë dukuri në Kosovë se shumë prindër bile krenohen që fëmijët e tyre flasin anglisht, por shoh edhe prindër të cilët jetojnë jashtë vendit, të cilët me fanatizëm e mbrojnë gjuhën shqipe, edhe i inkurajojnë fëmijët e tyre të flasin shqip. Gjithashtu i sjellin edhe fëmijët, ndoshta edhe vinë përkohësisht edhe me jetu në Kosovë, që me i trajtu fëmijët e tyre për arsye që fëmiu duhet me fillu me folë në gjuhë të nanës. Fëmiu ka kapacitet edhe 3 gjuhë fëmiu i vogël me i mësu njëkohësisht. Por ajo çka është me rëndësi është me fillu në gjuhë të nanës, me mësu gjuhën prej nanës, prej babës, prej familjes, në komunikim të përditshëm. Dhe pastaj tutje edhe gjuhë të tjera në qoftë se patjetër kanë mundësi dhe kapacitet. Ka mundësi, ajo është një plus, por duhet patjetër të fillojnë në gjuhë të nanës. Për çfarë arsye quhet edhe gjuhë e nanës? Po, e vërtet. Ju e përmendët që postoni pra dhe në rrjetet sociale dhe mundoni që edhe aty me ndoa gjitha njohuritë dhe informatat, këshillat bashkë me prindërit, me kujdestarët, me mësimdhënësit, me audiencën që ju e keni kriju. Pse edhe nga erdhi ky mendim? Për shkak që asaj nuk është e lehtë, do thotë me ndoa një pjesë prej punës tënde që ju e zhvilloni pastaj në praktik, profesione, ju po ashtu edhe si nan, po gjeni kohë edhe me dhe këshilla me të tjerët. Ajo është thjesht pjesë e profesionit tim që më përmbush, do të thotë mundohem në çdo mënyrë me i vedisu prindrit, sidomos prindrit e ri të cilët kanë nevojë, por edhe prindrit të cilët kanë fëmijë të rritur ose fëmijë më të mëdhenj moshë, tash kanë fëmijë të vegjël, për arsye që koha po ndryshon. Edhe për atë arsye e kam patë arsyeshme që me qenë shumë aktive në rrjetet sociale, jo vetëm me postu gjana të cilat janë në interesat e njerëzve, por gjana të cilat kanë rëndësi dhe vlerë dhe të cilat shërbejnë me i vedisu prindrit në mënyrën më të mirë të duhur dhe gjithashtu këshilla informacione të ndryshme të cilat. Çka janë pyetjet më të shpeshta që ju bëhen pastaj juve? Pyetjet më të shpeshta ka pyetjet të pafundme. Në rrjetet sociale nëse e keni fjalën, për shembull, pse fëmia im vonon në të folur, fëmia im ka kaq muaj, ka kaq vite, flet kaq. Këto janë pyetjet më të shpeshta, cilat janë shenjat e autizmit, a është autizmi gjenetike, a fitohet më vonë, ka pyetje nga më të ndryshme të cilat nuk mundem edhe me i kujtu, aq shumë që ka. Më vjen mirë që ju gjeni kohë dhe ndani kohë dhe për të tjerët, në mënyrë që ti konsultoni edhe në profile sociale, në rrjetet sociale, sepse ju të gjithë ndoshta kanë mundësinë dhe si shqetësim që krijohet e prindërit mundohen që me i marr këshillat nga profesionistët. Dhe kjo është e mira. E pastaj në qoftë se e shohin edhe ata të arsyeshme dhe jo, patjetër që të shkojnë edhe në një konsult direkt, sepse ajo është edhe më e mira, ashtu edhe që tregojnë edhe profesionistët e tjerë, në mënyrë që të vazhdohet tutje edhe me seanca dhe me trajtimin. Besoj që ju e përmendët edhe autizmin, kjo do të jetë një temë tjetër të cilën uroj që ta shtjellojmë po ashtu bashkë, për shkak se ka edhe shumë kërkesa që edhe kjo temë të diskutohet në studio dhe ka edhe shumë pyetje të cilat i ngrisin prindërit përreth kësaj gjendja dhe këtij rregullime. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për gjitha këto informata që i keni ndoa me ne në studio, shumë kënaqësi që u takuam. Faleminderit juve, kënaqësia ishte imja. Gjithashtu.